Do na thuash dy fjalë? Sa vjeç ke bab? 80 di. Edhe 100. Mbash të 100? Faleminderit, po s'duan gjë, se jam më shumë, kalon takati. Përderisa ke kombëduar thot populli. Faleminderit Zotit, ju faleminderit. Si po e çon jetën fshat? Zotin, s'di me fol shumë, por jetë, si thon ana, jetë e ndryshme. E ndryshme. Sot e ndryshme. E ndryshme. Po pra si ndryshme. Po. Po pse më ba? Se ne shpresuam të demokracia. Kemi lind në qëtë vend si jemi sot. E unë e kam shpinën e marrë në alta gjenë, surroj sipër. Po, më ka thënë që i ka vendet bukura atje lartë fare. Ka vendet bukura boll, po me gjithë shkon atje me hajvan veç me shu. S'ka rrugë fare, ha? Ka rrugë, për rrugë makine jo, si kusht. Kërkun s'ka rrugë. Pra vetëm këmsor. Ka mësor. Vjen një turist andaj? Se më kanë thënë që vinë turist kështu që vinë këmbë. Kalojnë, na bëjnë temë kanë herë, ai e shkojnë tërma, Po? edhe kthehen kur janë kërkuj. Ju nuk është se keni në i përfitim. Ajo e turistave, mu më shkon menja se mos inshallah e shofin terenin me sy, Po? edhe bëjnë diçka në ato, për shembull se për njerëzimin, jo për Po se një video, një reklam. Një reklam, një pamje të bukur, një rrugë të bukur, po këto se ekzistojnë të na. Keni mbetur. Për ta po thamo se kemi bën një jetë me ndryshk. Nëse heqim një paralele me para viteve 90. Qish me thonë unë, ne demokracinë e kemi desh këtë, edhe e du. Por me sa kushtesh, sikur Simi të kënaqem me të drejtën. Se diçka do ndryshuar, diçka do bën se jemi drejt përmirësimit, jo humjes. Do të folën shok para meje. Po. E kronikeli janë shkull tonë në vend mamzit, Po. edhe në surrojnë alt, e ka mos, lekë shkojmë që dhe tonë, rrugos në rishet. Kja me të plas zemra. Ati dhnojnë, të tashdojnë në trunë të veprime kështu. Ku që ka që duj me folë? Faleminderit. Faleminderit. Mirë është për udhëheqjen që kemi, për kryetarën e bashkisë, kryetarën e të gjitha, të shojnë sytë njerë ka nëmërë. Për që t'i shojnë duhet vinë, a kanë ardhur njëherë këtu këty? Apo vinë edhe... Folën shok ma për para vinë, edhe folin që ato lafet që ju interesojnë ato e në shkojnë punë vetë. Nuk japin llogari që su bë rruga? Po jo, mos u bën gjermë. Mos u bën. Faleminderit. E folmja me po rrugën. Që kja e folmja? Ta thush me plot goja. Rruga është perspektivë. Atje, ke kamera. E Zoti kryeminist. folmja me po rrugën. Rruga perspektivë, është zhvillim, ekonomi, gjitha të sendi ka rruga. Po i drejtohesh kryeministit, ç'a do i thonë? Pri rrugës e të ikë gjithë banorët. A du shvendos veni, du shpopullu veni. Kene me të plak e plak, tu s'mu për dit, këtë sen. Po si ja bën për shkuar në spital, me këtë rrugë? Me kalë, me komar. Aty ka përfundu prapë, si dikur... Shkesha po, mish, ka dhe shkuar. Ore me këto dritat si jeni ju? Dritat, valla, po dritat mija ka qenë. Jeni rregulluar? Po dritat mija. Rëndësi ka që... Shpres muem me në po rrugën. Faleminderit. Të nderuar miq, këto ishin mesazhet nga fshati Mamës. E thash dhe një herë, është një fshat perl, për të bërë bujtina, ajri pastër, natyrë, por ne diskutojmë rrugën. Rrugë, ujë vaditës nuk ka, dhe çështja është se toka ka pasuri nën toksore. Këto s'po i diskutojmë fare, sepse legët kanë ikur, thonë banorët, 70 milion euro kanë dalë nga kjo nën tokë dhe nuk kanë lënë asnjë gjurmë mbi tokë. Banorët e thanë troç, që në qoftë se edhe në këtë vit që vjen në 2026 nuk do të arrije të bëhet rruga, do të ketë për shkallëzim të qëndrimeve tyre, me bllokim rruge, bllokim bashkie, e tjera. Tani për të mos vajtur puna te konfliktet, i mbetet kryeministrit që
të vërë pikat mbi përderisa e ka quajtur këtë zonë prioritare. Emisioni i radhës do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë. Ne do të shkojmë kudo. Emisioni Fol shkon kudo ku ka njerëz të ndershëm, njerëz që duan këtë vend dhe që duan të jetojnë në Shqipëri dhe të mos ikin. Deri atëherë miqtë e mi, nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.